Big Brother, domethënë, ose ka fiksim që në këtë tryez të jetë pak grindavecja. Jam bërë me kalimin e kohës. Kë ke fiksim të vit, se fiksimi jo dje pash kisha hedhur story që po i bënin gjilpër. Qa? Gjibani. Gjibani. Po mbaroja i edicion. Thash si për këtë edicion. Jo, Këtë edicion kaluari, kam qef Kristin, kam qef Tani sa po e shajti. Nuk është fenomen. Nuk është fenomen. Nuk është fenomen. Po më pëlqen Kristi Stenaldo, më pëlqen. Më Mateo. pëlqen më i mirë, cute Mateo. Është shumë cute. Do flasim edhe për Mateo. Si nuk foli njëri për aftësinë Do flasim argumentuese të Mateos, po direkt. I mirë. Po mirë, ja po ndalemi tek aftësia argumentuese. Jepi Anton. Jo, s'kam gjë për të, është i mirë kështu fizikisht. E shikon? Po Mateo dje që zgjodhi Brekenin ishte shumë cute si gest. Me vërtet mallëngjep. Po që ti shpoj foli për gjëra që nuk duhet të fliste, sepse njerëzit janë mësuar në Shqipëri që kur puthesh me një vajzë nuk thuhet gjithë dynjas, është private si gjë, ë? Do ta mbajmë ndajër gojën mbyllur dhe mos i tregojmë të gjitha detajet. Po jo vetëm te puthja, po pse tani? Po edhe puthja më duket tepër private, si mund të thuash që kam puthur atë tjetër, nuk kur ajo tjetër mbase s'do vlla, nuk ka dëshirë fare. Edhe kush jemi ne të pse e mohon. You haven't kissed and tell? Asnjëherë. Ë? Out of nowhere, e përzjedh unë shumë. Si qenë out of nowhere? Jonidën e kam shoqë shumë vite. Diti ndonjë histori që unë kam treguar, kam puth atë, kam puth këtë, kur? No. Po mund të ketë mund të më ketë parë me lidhjen time, po mund të kem pas para lidhjes time, është shumë personal. Nuk sa ne gjë të e madhe fare, po është jam puthur. Është private, unë është. Jo, unë nuk e kam të puthja. Unë kam njëjtën antidjerë si Brikena. Unë nuk e kam të puthja, të sqarojmë Mateo më pëlqen, me thënë të drejtën. Por me që e nisi që nuk dua të them detaje dhe do t'ja lë Brikenës nëse do vendos ta ndaja. Po jo, mendoj që mund ta kishte mbajtur këtë ritëm deri në fund. Pra, mos kalonim ke Daja, ke Babi, ke pastaj më tha hajde, unë ka prapë, unë do t'ja lë dhe pastaj më kthyen prapë. Unë do t'ja lë Brikenës ta thot a jemi putur ajo, po jemi putur. Jo, po me idenë e thaj që nuk dua të vazhdoj më tej nëse Brikena nuk do që ta flas dhe mbyllet. Brikena që vazhdonte, un kam 2-3 muhabete në Instagram. Por e gjithë kjo histori në fakt i bëri ata që të themi të vërtetën ndjeheshin në qendër të vëmendjes që të dy. Edhe mendoj se kjo vëmendje u mor me zorr. Duke, domethënë, në ato që lag oborin. Domethënë që nga nominimi ndodhi kjo gjë. Dgjoj, janë dy palë, se po lexoja edhe në internet. Pra një pjesë mendojnë që Mateo bëri shumë mirë që e tha, sepse ka gjithë këto ditë që akuzohet si gënjeshtar, që po fsheh gjëra ose po nxjerr gjëra ose po manipulon situata dhe ndoshta ai në presionin e gjithë kësaj ndjesie që po i krijohej aty brenda, vendosi që ta thotë në detaje të gjithë historinë. Ndoshta po mos ta kishte përmendur fare, nuk do ta quante njëri si gënjeshtar. Po ndodhi. Po ose thjesht mund të thosh, okay, mendon ti se ka ndodhur kështu? Unë mendoj të kundërtën dhe kaq. Mbaroj atë jo të futet në analiza. Kur u prezantua si ishi i Brikenës, kështu që dhe aty tha unë nuk kam qenë kurrë ishi i Brikenës. Po. E tha vetë, me gojën e vet pastaj që unë nuk e kam thënë këtë gjë, tha. Mua më ka putur një ajo. Duket pak. Mua më ka putur një shitja te lagja në faqe edhe ajo është ishi im tash. Dhe gjithsesi nuk më pëlqen të përgojohen vajzat me kë kanë qenë. Duket shumë Jo, nuk duhet. Okej, jemi në një epokë që domethënë ajo që un po diskutoj dhe me ju dhe besoj që bjem dakord, mund të ishte në momentin që pyet të thoshte që e kemi diskutuar, jeni të lirë të besoni cilin variant të doni. Bravo. Që është gjëja që bën miri gjithmonë. Cilin variant doni, edhe mund bënte edhe në një kështu tipit. Por jemi puthur. Ju besoni çfarë doni, po. Ti si ke marrëdhëniet me shitsen tashmë, jo? Jemi okay, ma jep paketën e cigares 4200, më shumë se çdo dyqan tjetër. Okay, të mban me hatë. Më mban me pak fjalë. Kemi pak publicitet deri rikthehemi.